Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për situatën e pensionistëve dhe pensioneve, ku në fillim të këtij muaji ka filluar shpërndarja e bonusit të dytë, atij që njihet si bonusi i pranverës, ku përfitojnë 730.000 pensionistë në një shumë që shkon nga 50 deri në 100 euro. Por sa i ndihmon kjo vërtet këtë kategori të shoqërisë shqiptare, apo është vetëm një lëmosh që lëshohet nga qeveria e kryeministrit Edi Rama? Për të folur më shumë për këtë temë, ne kemi të ftuar një nga personazhet e njohur të protestave të pensionistëve, por që ndërkohë është edhe pjesë e kësaj kategorie, siç është zoti Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Dyshniku, në fillim të këtij muaji ka nisur edhe shpërndarja e bonusit të dytë, atij që quhet bonusi i pranverës. Si mendoni, sa ndihmon kategorinë tuaj ky bonus, apo është thjesht një lëmosh që vjen nga qeveria e kryeministrit Edi Rama? Unë mendoj se fjala lëmosh sigur është konsumuar si shumë. Se do ishte e buti thoje lëmosh. Kurse unë mendoj se sidomos ky bonusi i pranverës është një karrem si që hidhen peshqve për t'i kapur, për gënjur njerëzit në prag të fushatës së zgjedhjeve. Përveç se në përgjithësi është trajtim i turpshëm dhe antipopullor i kësaj qeverie që votat i merr, pushtetin e merr nga pensionistët, po ja bën si thot populli, kalova lumin të bëfshakalin. Tani, unë mendoj se kjo është situatë, ky realitet nuk është thjesht rasti. Nuk është thjesht pse thot qeveria apo FMN apo Banka Botërore nuk ka lek, nuk ka kontributor. Të gjitha këto janë justifikime. Po para këtyre do të thënë pse s'ka lek, pse s'ka kontributor. Pra nuk do të filluar edhe mbaruar vetëm me justifikimin, vetëm skam. Do të thënë pse s'ka, pse nuk ka. Kush është shkaqet? Se po tham s'ka për të ndrejtur kurrë në njërë kjo punë. Pra pensionistët do jetë të varfër. Por unë mendoj se shkaqet nuk fillojnë sot, dhe jo nga kjo qeveri, po nga të gjitha qeveritë. Edhe këtu unë vë fajtor dhe ndërkombëtarët që e kanë trajtuar popullin tonë si kavje eksperimentale. Ju rrëzoni demokracinë se Shqipëria do bëhet si gjithë Europa. Po, unë bëj një krahasim se Shqipëria në kohë, këta thonë, kanë 35 vjet që e përmendim. Në Shqipëri ka ekzistuar diktatura më e egër komuniste në botë. Tani, këtë e përdorin thjesht për propagandë, por këtë diktaturë në kurris e ka hequr populli. Se kanë hequr ndërkombëtarët. Edhe as ta që morën kanë marrë pushtetin, se kanë qenë të gjithë nipra edhe punojës të bllokut, që hanin e pinin që nuk dini se ishte halli popullit. Kështu që populli ngeli pa përfaqësuar. Por pse? Me që thonë këta që ka qenë diktatura me egur, pra unë e krahasoj me gjendjen e Europës pas luftës së dytë botërore që ngeli e shkatëruar totalisht. Po atyre nuk jo thanë, vazhdoni ju me hesabet tuaja, edhe rregulloni me gjerpica. Po në Evropë u zbatua plani Marshall. Por në Shqipëri çau bë për të kaluar nga një sistem politik diktatorial komunist që thonë me sistemin kapitalist të milicianisë, çfarë u bë? E para gjë që duhet kishte bërë bota nëpërmjet personazheve kryesor politikës shqiptare, duhet ishte hartuar ai që në Evropë u quajt plani Marshall. Këtu të paktën t'ishe hartuar një strategji kombëtare e zhvillimit për të kaluar nga një sistem politik në tjetrin. Se dhe fshatari, kur do të bëjë një kontest pulash, e bën një projekt. Për sa pula do bëj, me çfarë materialesh do bëj. Lema i do bëj shtëpinë, që do llogarisi, që janë themelet e me radhë, do bëj një plan, sa dhoma, sa kuzhina, sa WC e tjerë. Pra bëhet një plan, jo për një shtet. Su bë. Nuk u bë kjo. Por bota as nuk i referoj vendit ton as një model shteti, ku do bazohesh ky shtet që do ndërtohesh, se ishte nga komunist
që ishte tërë me rroga shteti, ishte ekonomia e centralizuar, tani në shtet privat. Pse s'u një model? Pse s'u një model? Njerëzit edhe kur rregullojnë flokët, marrin një model. Kur rregullojnë flokët, gratë, burrat apo mjekrat, si s'mund të marrësh një model ti nga për shtet, për ndërtuar shtetin? Pse nuk e kanë realizuar këtë plan, siç ka qenë në vendet e tjera të Europës? Shikoj, në vendet e tjera të Europës nuk ka qenë kjo situatë. Këtu në Evropë ekzistonte prona private dhe shtetërore, mbizotronte prona private. Kurse këtu prona private nuk ekzistonte fare. Të gjithë ishte me rroga shteti. Dhe kur u prishin kooperativat, ndërmarrjet të tilla, atëherë dolën në rrugë. Kurse atje u prish fabrika, jo s'u prish fabrika, atje s'u prek fije floku, po atje nga shtetërore fabrika u kthye në private. E mori privati, po ta punëtor, po të rroga, vetëm ndryshuan normat e marrëdhënies midis njëri tjetrit. Kurse këtu s'kishte lidhje fare, këtu shkatron, rrafshon, u vogën, u grabitën. U vdho armatimi, u vran njerëz me njëri tjetrin. Pra kjo unë e quaj këtë punë si tamam na përdorën kapje eksperimentale. Pra nuk e ndihmuan Shqipërinë të kalonte nga një sistem që thoshte ajo ishte i mirë, tani u rregullua. Marrim shembull. Diktatura komuniste akuzohet për luftë klasash 1 dhe për tallonin ushqimor 2. Tani lutëm shumë. Atëre, kishe lek, s'kishe ushqim. S'merje dot. Talloni. Ky është talloni. Kurse tani ke lek, jo s'ke lek tani. Ushqime ka plot, s'mer dot. Pra ky është tallon. Pra talloni suhoj shqiptarëve. Aq më tepër 524.000 pensionistëve që marrin më pak se 200 euro në muaj. Marrin tjetër. Në atë kohë nuk ishe me qeverin, do shkoje o në burg, o internuar, o fëmijët nuk shkoni në shkollë të larta dhe me punë të mira. Po tani, erdhi Sala, i përzuri nga puna ata ish komunistët, begjisë dhe vetë ashtu ishte ai, edhe vuri besikët e vetë, edhe organizoi edhe 97-ën, edhe sulmoi, vuri veri unë kundër jugut. Tani, erdhi Rama, i hoqi ata të PD-s, edhe vuri ata patronagjistët e vetë. A është luftë klasash jo? Po Evropa, pse s'flet? Pse hesht? Pse hesht Evropa? Fare s'ka folur. Tani vim tek tjetra. Edi Rama, Saliu i prishi gjithë uzina, fabrika, ekonominë komplet, dhe njerëzit që do bënin? Ngerën pa punë. Atëre janë bazën, ikën e shtetit, u shpopullua vendi. Kjo Evropë, si thirri këtia mendjes, ti thoshte, ore ti po i prish to, po ku do punojnë njerëzit? Se këtu s'ke pronë private, ti shkatrove i vodhët gjitha. Heshti Evropa. Edhe te piramidat, kur vazhdonin, heshti, vetëm kur prishën, thanë, këto ishin këqia, ishin këshu. Iku atë punë, maroj kjo, u grisën gjepat e shqiptarve. Tani, erdhi Rama, do rregulloj, tha, atë që ka bërë keq Berisha, do të rregulloj unë. Ky e filloi në mënyrën më harbute të mundshme, më kriminale. Ky përdori atë që bëri ai Goebbels si hitlerian, që përgatiti popullin gjerman për të luftuar, për të gjakosur botën. Ky tani nxori bashkëqeverisje me qytetarët. Po, domethënë, kjo është propagandë e madhe, se bashkëqeverisje unë nuk e di që ekziston në botë kjo. Që një qeveri ti thot popullit, ora unë do bëj këtë rruga, do ndërtoj, do prodhoj këto bombë atomike, do çoj raketa në hena. Nuk e di të bëhet kështu. Ai u zgjodha, ai do komandoj. Ky e nxori këtë, po çfarë bëri masaj? Ky mbylli gjitha zyrat, edhe njerëzit s'kishin as ku angoshin, as ku denonconin, e thot ka korrupsion. Ky tani, ky është kundërshtari i demokracisë. Ky me këtë vrau demokracinë, mbylli gojën popullit. Po ky e mbushi edhe për propagandë. Këti i të duash, pse s'është kjo si Amerika apo si Gjermania? Ne si jemi Amerika. As Roma nuk është ndërtuar në një ditë. Ky po propagandë. Ky s'ka marrë Edi Rama, gjatë gjithë kohës që ka qenë pushtet, nuk ka marrë asnjë shembull, asnjë model të mirë, pozitiv nga e gjithë bota. Po thot, krimi dhe korrupsion kanë gjithë botën. Kështu ndërtohet në gjithë botën. Po ti bota nuk foli as kur u hartua kushtetuta më, e parë, edhe e fundit. Në kushtetutën tonë, për faqen e zezë, për turpin e tyre, nuk është parashikuar ndarja pushteteve. Pra ai që merr shumicën e votave, e deputetëve, ai sundon. Ai s'pyet njeri fare, ata se kontrollon njeri.
Po Evropa pse s'flet? Dhe kulmi fare. Në 2008 Berisha me Ramën vendosen që listat t'i bëjnë këta, jo partia, jo populli, jo. Që kjo është që ata i vunë vizë, i grabitën popullit shqiptar të drejtë kushtetuese parashikuar në anën e dytë kushtetutës, që thotë sovraniteti i Republikës së Shqipërisë i përket popullit. Pra këta e morën, i bën vetë dhe vulën fare, atë kapakun e arkivolit të demokracisë e vunë tani në 20 kategorik të vitit kaluar, që vendosën listat e mbyllura, mbaroi demokracia. Për mua, në 20 kategoriku, 2024 është pushtimi i demokratik i Shqipërisë, i kohëve moderne. Evropa s'ka folur. Dhe të gjithë diskutimet që bëhen tani, listat mbyllura, listat të hapura, kush do vihet brenda, kush do vihet jashtë, vetëm populli nuk pyetet. Kështu që çfarë duhet më? Ne bëm 8 protesta, nuk në ndje i Orama, po as të tjerët s'u ndjen ore të thoshin ore. Qa halli keni? Fare, po pse s'ndjen? Janë ato, se ai ndjeve të sigurt, ai ndashta marri votën, këta listat e mbyllura, ndashta marri votën nga populli, ndashta mos ta marri ai një votë votoi për vete, ai ishte i siguruar si deputet. Janë besnikët e partisë ata. Prandaj kur s'ka demokraci, nuk ka as ligjor, nuk ka as liri e drejta e njeriut. Evropa hesht, e thot, ky ka plotësuar kushtet tot për në Evropë. Çfarë kushtesh ka plotësuar? Çfarë kushtesh ka plotësuar? Ky thot tash do ta zhvillojmë vendin thot me turizmin. Ky është një gjë, ku diun, edhe Evropa s'ndihet. Po si ta zhvilloj turizmin kur turizmi vetëm kamarier kuzhinier ka dhe 3 mujorë është neve. Në një nivel mjaran, nuk krahasohemi me Kroacinë me as me Malezio, dhe me Greqinë e këto tjerat. Po mirë, si se zangoj njëri, ky jo, nëse ky bojaxhisht, si se zë njëri, ne kemi gjithë pasuri kombëtare, që duhet shfrytëzohen me cikët plot, të thithen investimet e huaja. Tjetër, të thithen investimet e huaja në industri, që të punësojnë gjitha studentët që marrojnë shkollat e larta. Ku do vënë këta? Do ikin, se inxhinieri do punojnë shitës, apo kamarier, apo kuzhinier. Pra këto janë gjëra, intelektualët s'flasin, media nuk flet, merren me turnin lloj-lloj, si është rritja e qenve, si është mbjellja e domateve, si do bëjmë ato plazhet, zhezdonjë, u vra ky, u plagos ky. Po mirë, këto janë hallet kryesore të popullit. Ato gjërat ditore të përditshme. Është bërë spagu, sigur ne jemi republikë ushtarake. Spagu. Po shtet, s'kemi ne. Ky thotë unë mbështet demokracinë, atë drejtësinë. S'është e vërtet se e mbështet demokracinë Edi Rama. Edi Rama e kundërshton demokracinë, e lufton. Po si? Jo me këtë që thonë këta analistët e famshëm. Ai gjykatat, se unë jam vetë se doj viktim e gjykatat, e kësaj drejtësisë që thotë ky, e institucionet të tija. Gjykatat, sidomos ajo administrative, është e mbushur me 10 mira dosje që nuk zgjidhen se janë unë kam 18 vjetë për shumë, nuk kam zgjidhur akoma pensionin akoma. A e kupton? Tani, të gjitha institucionet, që ka kryeministria, deri te bashkia, kanë drejtori juridike, kanë zyra ankesash, kanë drejtori të marrëdhënieve me publikun, të komunikimit me qytetarët, të konsumatorët, gjithë të drejtori, ke avokatën e popullit, asnjë nuk funksionon. Pra të gjithë drejtojnë gjykatës. Ku është ky shteti? Mbështet demokracinë, po e i kundërvjet demokracisë, se e kanë mbushur ato gjykatat i kanë mbushur me ankesat të dorës 2 që duhet i zgjidhte shteti. Edhe kulmi fare, ky e deklaroi vetë edhe porta heshti, asnjë gërm nuk ka folur, kur tha në programin Shqipëria 2030, që neve tha nuk i denoncojmë të korruptorit në prokurori. Qa duhet thot me një kryeministër më hapur se kaq, që thot unë jam nxitësi dhe mbrojtësi i korruptorëve, që spagu ta hetoj e ta arrestoj, po të paktën bota pse s'flet. Pra ky është ai që s'rrit pensionet, që nuk pyet fare, ndash protestat bëjmë ne, ndash takohemi ne, ndash vdesim te shkallët e kryeministrisë. Ky është shtet i pamjeshëm, sepse është shtet diktatorial. Bota hesht. Ja do bëjnë zgjedhje tani. Qa zgjedhje do bëjnë? Është për turp i Zotit. Zgjedhjet kanë përfunduar, janë caktuar. 100 deputet do zgjedhen nga kryetarët e partive. Mbaroi punë. Të tjerët rastisht janë.
Pra këta do vendosin. Besnikët e partisë do vendosin çfarë bëhet në të ardhmen. Zoti Dyshniku, çfarë kërkon të mbuloj apo justifikoj kryeministri Edi Rama me këtë lloj bonusi të dytë, siç e ka quajtur bonusi i pranverës pas atij të fund vitit të kaluar, duke qenë se situata është në këtë mënyrë siç po e përshkruani edhe ju? Që ka rrugë të tjera, më logjike, më normale, më humane, se kjo tallja. Ne jemi të moshuar, jemi 80-90 vjeç me sëmundje. Ca kanë fëmijë jashtë, po ca dhe s'kanë fëmijë. Ca i kanë dhe në burgje fëmijët. Se ky s'ka evidencë. Ka të tjerë që nuk kanë as bashkëshortin, apo bashkëshorten, janë të vetmuar. Ka një pjesë që janë edhe me qera, po dihen të radhë se sa ka marrë qerat. Si mund ta propollojnë një pensionist me 80.000 lekë, me 100.000 lekë? Pra, këto bonuset, e thashun, këto janë karrem për të gënjur njerëzit, sa të fukarajnë e gënjen edhe me si e punat i lypsit, me një dhjeqet të re e gënjen atë. Faleminderit thot ai. Apo kamarieri ku i lë të kafja netje. Popullisht, ç'është ky? Këti tip. Ore, ky nuk e kupton ose këtë objektiv ka. Ky mas edhe këta të huaj do ndërkombëtarët. Ore, ti si mund të thuash rinis, hajdeni këtu ju ata që janë jashtë, apo rinis mos ikni. Kur këta të rinj që janë jashtë, që fëmijët tanë mo, nuk e shikojnë ata si trajtohet ky baba jon, ky gjyshja. Në sa niveli ka arritur? Si mund vi këtu ai kur shef që edhe unë kështu mund të përfundoj. Ja më kush do të jetë, dhe i kalama e kupton. Ua, të vi unë këtu do të ai, të përfundoj kështu, lypës. Kjo s'ka logjik. Ai thot hajde këtu, ai tallet, ai kriminal. Si të thosh hajde ti? Ku do vi këtu ai, inxhinieri? Si do vi ai? Ata janë shkencëtar një pjesë. Ku do punojnë këtu? Kamarier? Ti s'ke mo industri. Nuk e industri. Kjo është normale. Edhe ky smesh shumë nga botën me këtë thot, unë i ditara, një bojaxhi është. Ç'a di ky më? Ky nuk dëgjon. Ti shikoj ka mbushur ministrit me ca kalamaj, me njerëz anonim që si njeh kush. Nuk është qeveria vendi ku promovohen për herë të parë ata njerëzit e rinj. Përjashton ai shkencëtar botëror që ai po dhe ai do një menaxhimin e shtetit nuk e di. Ai mund të di teorikisht ca gjëra mund të bëj shpike. Se erdhe dhe këtu ajo, Rudina Seseri, nga Amerika. E dëgjoj këtë, hajde në Shqipëri dhe jep kontribut, ajo Durçatja. Kandidoj, e doli vend të parë në Durrës, u bë deputete. Mas 6 muaj dha dorëheqjen. Po pse? Se pas se ky ishte kokë vete. Iku ajo atje, edhe sa iku atje u shpall femër, një nga 100 femrat më të suksesshme në fushën e inteligjencës artificiale në Amerikë. Ky një bojaxhi e përzuri. Pse do të vinë të tjerët? Pse do të vinë? Ky do të shporrë një kryeminist që as dëgjon, as merr këshilla, as dëgjon kritika, le akuza jo një. Ky s'është për të punë. E kam thënë unë dhe babata kisha të mund të kisha përzan nga shtëpia. S'është ky për kryeminist, ky është fatkeqësia e popullit shqiptar. Sot për sot ky është njeriu më i rrezikshëm për fatet e të ardhmes së fëmijëve tanë. Prandaj në zgjedhjet ky duhet shporrur nga qeveria. Edhe fajtor, unë bëj antarësin e Partisë Socialiste. Ka shumë njerëz të shfuar, njerëz që i dhimbset popullit. Një kryeminist që të udhëheqë Shqipërinë duhet një njeri pak që të ketë cilësinë më të vlefshme, të i dhimbset popullit, le të jetë shkencëtar sa doje. Po si dhim popullit, ai ka marrë fund. I zgjuar mund të jesh ti, po je shejtan. Nuk je shërbim popullit. Si ai vajtëm ne 8 herë rresht atje me protesta, 5-600 me karroca, me padrica, pa pikën e dhimbësurisë. Ma një shembull, i kam thënë disa herë. Ky jo bonusi jo po. Ato të vitit 3 çaja do tjera. Ore vë, ka gjëra që janë më të thjeshta, e kam thënë vazhdimisht. Ore, hiq të vëshën pensionisti që merr 200 euro në muaj. Të gjithë faturat që do marrë, ka 200 euro ai që merr. Tani ky ushqime do marrë ky shket, edhe sa shërbime për shtëpi nuk do bëj biznes. Atëre të çdo muaj, mas çdo muaj ose në fund të vitit, të gjithë to sasia lekëve
20% që të vëshës, jepja ktheja atja pensionistit. Le ta paguaj tamam atje në supermarket. Ama në fund ja japi. I bie ati minimali që është për 200 euro, i bie që ti në fund vitit du t'i kthesh 450 euro. E s'ka nevojë unë të më bonus e tallësh me mua. Me ashtu. Pra ti më ke marrë me TVSH mua. Pra, nëse është 200 euro pensioni, me TVSH më ke marrë 40 me TVSH. Edhe del pensioni që është 160, se ti më ke marrë 40, ti më ke marrë. Ti që thua ti më jep. Pra duhet t'i kthesh në fund. Kjo është gjë më e lehtë. Një kjo, e dyta. Ka marrë vesh kohët e fundit. E kjo është e aqe turshme sa s'ka ku të vejme. Një punojësi, i OSHS-a, keshi qashe e ti. Më tha, i thashun, ore kjo lova rasishme të unë, në klub. Si shpuna të thaj, thash, ati një lekshit që na ullë energjie elektrike. Qa e një lekshit dhare? Ata talë, ata gjenjën popullin. Pa e diti qa bed me energjie dha, pa jo. Shë di, thashun. Ata the mund, tha, si bed. Hidrocentrali i ashet me TVSH operatorit të transmetimit 20%. Operatori i ashet OSHS me 20% u bën 40. OSHE-ja në ashet dhe me 20% TVSH u bën 60. Pra ne paguajmë 60% TVSH, jo 20% TVSH. Energjinë elektrike. Edhe ky të thot, ta ula unë thot 1 lek. A e kupton më se çfarë turpi ma, çfarë babëzie. Çfarë skandali, çfarë krimi bëhet ndaj popullit shqiptar, ndaj gjithë popullit. Dhe e fundit fare. Nuk është se s'ka kontributor. Pra nuk është kjo arsye pse nuk rritet pensionet. Po këtu fillon të punë më. Se nëse s'ka punë, si do ketë kontributor? Se duhet punoj njerëzit që ti marrësh ti. E kam thënë mund të thjeshtë fare më. Në Tiranë vetëm 20% e fëmijëve shkojnë në qerdhe shtetërore. Shumë pak në qerdhe private. Pra 80% e nënave nuk shkojnë punë se do marrin fëmijët. Përveç dëmit që i bëjnë në mirë rritjen, në edukimin e fëmijëve, se nesër këta që shkojnë në qerdhe në kopshe, janë kontingent i parë i mundshëm për të bërë kriminale, kontingent i krimit të organizuar. Se si kujtohet, njerëz pa edukuar ku do përfundojnë? Në hajdut, në prostituta, në vrasës. Ky thot, u shtuan ato. Po si ti që i lulzon, që i mbjell, i ashtu. I ushqen këtë situatë, këta njerëz. Tani, këta njerëz, pse s'hap qerdhe ky? Të hapi qerdhet, të shkojnë fëmijët në qerdhe, në kopshe, nënat të shkojnë në punë, të rritën të ardhurat familjare dhe njëkohësisht të shtohen dhe kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kjo është aq e lehtë sa dhe bufi e kupton. Po vetëm ai që është armik i popullit shqiptar se kupton. Kështu që kjo punë, kjo nuk mund të zgjidhet shumë. Nuk mund të zgjidhet shumë. Me këta që thonë skam, me këtë njeri e kam thënë dhe i para një jave në një intervistë. Ora, pse thonë skam, vëlla? E morën vesh që thua skam. Po mos e fillon nga skami, mos e fillon nga skami. Filloje, ore me 200 euro edhe më pak. A mund të jetoj një pensionist 80-90 vjeçar, ku në plan të parë ai ka ilaçet, ka mjekimet, ka analizat, ka shtrimet që shteti nuk i mbulon? A ka mundësi? Po ky njeri është njeri ky. Apo i ke disinuar ti si ata robërit e luftës që mas jabe do futen në krematorium? A do të shkoj ky 2-3 ditë në plazh? Është njeri edhe ky. A do të shkoj në ligjet ky me reumatizëm? Etj. A do shkoj ky? A ka qef ky pensionist i shket të shkoj ti qirasi me një akullore apo me një çokoladë mipër dhe mbesa? Apo ti çoj në një kënd lojrash? Po pse më ka çoj lypës është gjyshja dhe gjyshja? Ku është dinjiteti i këtyre njerëzve që ka punuar të rjetër? Edhe fundit fare. A ka pasuri kombëtare Shqipëria? Po mirë, këto pasuri, ta pensionistë i krijuan. Si s'pas kanë drejt ta? Të përfitojnë nga këto pasuri kombëtare. Edhe thonë, ka që ke kontribuar, thonë. Unë e quaj këtë punë se s'duan edhe këta që nxjerr qeveria, apo që dalin vetë si dëshmitarë ta në pro qeverisë, që thonë, ka që ke kontribuar dhe ka që takon. Po mimat, kjo siguracioni, kontributi për sigurime shëqërore dhe shëndetësore. Përse është kjo?
Pse paguajnë njerëzit kontributin? Çam siguron mua ky? Se ti s'ka ligj që thot, ore, me kaq sa paguan ti, ke këto kushte, siç bëhet sigurimi i shëndetit për shembull jashtë shtetit. Me kaq sa paguan ti, do sigurohesh për këto gjëra. Tani unë që paguaj, çam siguron ti mua? Ti sot thua, unë kaq lekë kam. Po ç'pun kam unë mo? Unë ti më ke thënë, siguroj shëndetin, edhe anë shoqërore, e jetën shëndetit tëm, edhe jetën paguaj këto kontribute. Edhe sot kështu i thon këtyre. Po mirë, çam garanton ky kontribut mua? Atë pse du të dertun këtë? Unë më mirë shkoj dertë në bankë, marr dhe interesat, edhe në fund fare i marr të gjitha këto. Kurse në kontribut që dertin s'përfiton gjë. As gjatë jetës, as në fund fare. Kjo është kësaj, domethënë, këta bëjnë të kundërtën, bëjnë propagandë, antipropagandë për siguracionin. E thot, pse s'derdhi sigurimi shoqërore? Po mi më ti 50% e biznesit i ke informale, që s'derdhi. Po ti kulmi fare. Këleshaja para një muaj, nëzori një material, edhe akuzonte shteti qeverin, që 660 ente shtetërore dhe publike nuk i kanë borxh Institutit Sigurisë Shoqërore 220 milion euro kontributet Sigurisë Shoqërore. Çka kërkon ky më? S'ka kontribut sot. Ku ja kërkon këtë? Ku ja kërkon më? Kështu që ky s'është për këtë punë. Marrë e punë. Zoti Dyshniku, apo kërkon Rama ti përdor këto bonuse thjesht për të marrë votat e kategorisë së pensionistëve në zgjedhjet e 11 majit, apo vërtet e ka seriozisht për ta ndihmuar këtë kategori? A ke dëgjuar ndonjë jeti përveç atyre deleve të partisë? Vetëm ata dele të partisë thonë, ka qeveria. Tamam dele, i qonë qobani dele në një vend për të qojnë vëdhe qeni rrëdhe për qarë, edhe sikin derdhe, edhe kur maron bari, aty sikin ato. Pa marësi se mund të ketë 5 metrë në tutje të ketë barë. Shkojnë të ajë bari. Po jam mos i thash unë, një qifti këtu një zberish. Hajde një proteste thash unë. Qa proteste taj? Protesta që për pensionet digitoze. Jo, ta, nuk vi unë protesta. Thash po, pse s'vjen ti? Mua qam ka takuar ta, ma ka dhënë qeveria ta. Thash po sa ke pensionin ti? 80.000 lekë ta. Thash po pse ku ke punuar ti? Në kooperativë tha kam. Ai sa ka takuar ta, ai që marru tha. Nuk ma marr qeveria. Thash po mirë, unë marr më shumë se ty, thash po vetëm protest. Ty ka çuar partia aty tha. Ty të paguon partia. Po mirë thash unë, ti pse s'vjen me mua te partia ime thash unë të marrësh dhe ti si unë? Urdhë. Ka dallim nga delja ky. Bile delja jep qumësh, ai s'jep as qumësh. Ja, bëdhe qinj delja. Qa zosh me mu? A mendoni se pensionistët do ta votojnë masivisht në zgjedhjet e 11 majit e Edi Ramën, apo tashmë e kanë praktikisur totalisht ndryshe nga vitet e mëparshme? Vetëm budallënjt do ta votojnë. Vetëm budallënjt. Dhe ata që janë të lidhur, që kanë fëmijë me poste, deputete, ministra, drejtore, që janë këto të lidhura me pushtetin. Tjetër njeri, thash, të parët budallënjt. Ja ky, që thash u dy me 80.000 lekë. Ta e në budallënjt. Këta rrojnë kot. Ja, që të them unë? Ka një reagim në të pensionistët, një reagim të jashtëzakonshëm. E urrejnë qeverin, si ku me qenë qeveri pushtuse. Deri këtu është problemi. Kryeministri Edi Rama thot se nuk ka para mjaftueshëm në buxhetin e shtetit për të rritur pensionet. Ndërkohë nga ana tjetër shohim afera korruptive, vjedhje, të cilat i ka goditur edhe Spaku së fundmi. Si është e mundur që në një vend që ka pasuri natyrore, qoftë toksore dhe nën toksore, nuk arrihet që të ketë për kategorinë e pensionistëve një pension dinjitoz? Shiko, nuk është puna vetëm të pensionet. Këtu dhe rrogat mua janë skandaloze. Po ne nuk kemi një shtet që vetëm kemi shkretir më. Se dhe edhe Maroku që ka shkretir ka filluar të mbjelli. Ka filluar të prodhojnë energji elektrike. Me panele, djallore. Pra i punon truri më. Po ky është bojaxhi. Ky si punon truri për popullin. Ky do të pi kafe në Londër,
i bën avionit me edhe 50 veta nga mbrapa, pi kafen e tjekë, qaj krisi këtia, me lekët tona ikën kë. Del aty në celular, apo në kompjuter, do bëhet një mbledhje diku aty për çdo gjë, hipën avionit, janë mbath ikën. Po kush ka nevojë për këtë, për mendimin e këtia? Qa shteti përfaqëson ky, që duhet vej ky në këto takime? Vetëm sa për dalë fotografi. Kështu që ky është një shpërdorues i tmerrshëm, apo kur merr charter. Vobo ma kanë paguar të tjerët mo charterin. Po pse ai të paguan tyja, çka kujtojti? Ai do reson. Apo si ajo? Ndeshja NBA që vajte atje, që bënte nuk e di se sa $1,000 bënte atë vendi parë ku ishte ky atje. Këto janë çfarë janë domo? Ai po dënohet një kapet me 2 gram drogë në autobus e fusin brenda. Ky tallet me bukën e gojës të njerëzve. Çfarë them unë? Nuk ka lek ky, nuk ka lek. Po mirë, kur s'ka lek ky, të dozoj detyrën, ka tjerë që e bëjnë më mirë. Ora unë personisht e kam thënë, ka informalitet ky? A ka informalitet 50%? Më vëri mua në detyrë të caktoj atje me emëroj, me pak shteti, drejtor kundër informalitetit, kam borxhi për 6 muaj ta zhduk. Ta zhduk, si ta zhdukësh? Shumë kollaj fare. Le të nxjerrë një VKM, e thot, përveç supermarketeve që kanë marrë rrugën, në të gjithë dyqanet e tjera, kushdo që blen, po paraqiti kupon tatimor, do I kthehet 20% apo 15% e vleftës që ka blerë. Po asaja, dukonisë ka kjo, a shkon njëri të blejt e dyqani që si jep kupon? Nuk do vej. Pse se bën të ky? Zoti Dyshniku, a ju ofrohet shërbimi I dur shëndetësor juve si pensionist dhe lehtësira tjera që duhet të merrni nisur nga kategoria juaj dhe nisur edhe nga fakti që Shqipëria është vend kandidat për në Bashkimin Evropian dhe sa afër jemi këtyre standardeve që ka vetë Bashkimi Evropian sa I përket trajtimit të kategorisë së pensionistëve? Ja të marr një shembull. 20% e analizave dhe vizitave specialistike I përballon shteti. 20%. Të 80% tjerë do shkosh te privati. Kur unë kam paguar siguracion të rjetën, edhe I kam të garantuar shëndetin. Se bën, biletani edhe ato ilacet që na rimbursonin, gjysmë për gjysmë, tash I paguaj me lek. E ka hequr këtë. Marim tjetër. Ja, shembullin tim. Unë shkova në Amerikë para ca kohe. Shkova për të marrë atë sigurimin e shëndetit. Shteti sa jep. Tani unë kam paguar në shtet kontributin për sigurimin shëndetësor. Duhet ma kompensoj, po ajo shteti duhet ma japi, duhet ma siguroj shëndetin edhe në ultim. Shkova te privati, tha, jo tha, me ju s'kemi levendin neve, tha, se ju s'muri më kollaj, tha, dhe e paguajmë neve shtrenjë, tha. A I ka drejtë se fundit, sa pagove, a I t'jap. Tani, shkova në Amerikun, më siguroj quni atje me $500 për 6 muaj, dhe në fakt më qëlloj mua që unë u vizitova në 4 klinika private, me analiza, me rezonancë magnetike, e tjerë, qof nga hernia diskale, qof nga veshkat e tjerë. Pra, në fund fare, në fund vitit, shteti, ajo, enti siguracioni Amerikan, I Michiganit, kishte paguar për mua $70,000. Çfarë ka shteti Amerikan të paguaj për mua kur unë s'kam dhënë kontribut atje? Po shteti im, pse s'më siguron mua? Ku shkojnë lekët e mia që kam paguar të rjetën? Ose të këtyre tjerëve që paguajnë tash? A nuk I nxit edhe këta të rinj që mos paguajnë tash? Se shikojnë ta, kur iku babaj edhe ngeli pa siguracion, po unë pse paguaj, edhe unë kështu do përfundoj. Me lek borx. U blokua veshka mua këtu. Mu blokua veshka vjet. 2 milion lek. Edhe tubin që do më vinin këtu për të shblokuar veshkën, tubin. Më thanë ku e ke tubin? Edhe hipa sipër te urologjia ndërtes e re, që ja përroj ky. Mbushën sallat me ja 7-8 salla me pajisje moderne. Kuptohet? Është çështje PPP-je. Ja para madhe, aty është korrupsioni, te ato, nuk është të gjëra të vogla.
Kur më shtrin mua ata të thosin tubi, dhe ku e ke tubin? Qa tubi dhe qërë? Tubi dhe që du të blesh vetë në skemi. Thashu, për gjithë aparatura, gjithë miliona që janë ndjetër, të tubi e pas keni në një? Shko me blenë, e disa e bëndaj tubi? 185.000 lek të reja, të vjetra. Ja, kështu. Zoti Dyshniku, sa besoni se mund të reformohet sistemi i pensioneve dhe sa do duhet të jetë një pension në mënyrë që ju të keni një jetesë dinjitoze? Me çmimet e tanishme, 1.000 euro janë pak. 1.000 euro. Se çmimet rritin për ditë. E nuk janë çmimet e ushqimeve, po janë edhe shërbimet. Se lapsi ka qenë 100 lekë për 200 lekë, edhe një lapsi thjesht. Si mendoni, cili vend duhet ndjekur si model për të reformuar sistemin e pensioneve sipas jush? Shiko, modele mund të ketë shumë, po unë për edhe time, jo thjesht e pensionet, po e gjithë jeta shtetërore, morale, ekonomike, demokratike. Unë njoh shtetin e Michiganit. E jam gati të bëj emisione të tëra të tregoj të gjitha fushat e jetës që i kam dokumentuar në celular, edhe në memorien time. Ti jam me shembull konkret. Ai është shtet model që për Shqipërinë është shumë i përshtatshëm për të zbatuar përvojat e tij. Mund të ketë edhe të tjera, po deri sot s'ka dhënë njëri model. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.